Lista serbe në Kosovë ka dorëzuar ankesë në Gjykatën Kushtetuese me 16 tetor ku pretendojnë se me zgjedhjen e Nenate Rashiq si nënkryetar janë shkelur kushtetuta, rregulloria e punës së kuvendit, si dhe një akt gjykimi i mëparshëm i Gjykatës Kushtetuese. Por presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, e ka konsideruar të panevojshme ankesën e listës serbe në Gjykatën Kushtetuese në lidhje me seancën konstitutive të kuvendit. Raporton Kosova Press. Totalisht të panevojshme, sepse ju e dini që ka pasur vonesa të jashtëzakonshme. Po vetëm nëse mund është pak me faleminderit. Ka pas vonesa të jashtëzakonshme në krijimin e institucioneve. Dhe besoj që kjo është edhe një tentim tjetër për vonesa, të cilat, siç e dini, e kanë dëmtuar interesin e Kosovës. Janë bërë shumë muaj pa qeveri e cila do të kishte mandat të plot kushtetues, sepse siç e dini, me ligjin për qeveri, kompetencat e qeverisë në detyrë janë të limituara, kështu që është në interes të Kosovës që sa më parë, tash pasi që kuvendi është konstituar, në përputhje me aktgjykimin e fundit të Gjykatës Kushtetuese, që të kemi një qeveri me mandat të plot. Krijimi i qeverisë pastaj mbaret tërësisht nga koalicionet mes partive politike dhe aty si presidente unë nuk mund të ndërhyj. Besoj mund t'i pyesni partitë deri ku kanë arritur me këtë çështje, mirë po, është në interes të gjithë qytetarëve tonë pa dallim etnie që të kemi institucione me mandat të plot kushtetues, kështu që vonesa e listës serbe, se si janë në debat. Kështu që vonesa e krijuar që po tentohet të krijohet nga lista serbe i dëmton interesat jo vetëm të Kosovës si shtet, por edhe të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, përfshi edhe të serbëve që jetojnë në Kosovë. Ajo tha se i takon Gjykatës së Kushtetuese vendimi për vendosje të masës së përkohshme apo jo. Kushtetuesja e ka lirinë dhe pavarësinë e plotë që të vendosë në përputhje me kushtetutën e vendit. Tash sa i përket vendimit të Gjykatës Kushtetuese, gjykata e ka lirinë dhe pavarësinë e plotë që të vendosë në përputhje me kushtetutën, kështu që unë nuk mund të supozoj se cili do të jetë vendimi final i gjykatës lidhur me kërkesën e listës serbe. Vrojtimi im ishte në kontekstin politik dhe të drejtave të qytetarëve tonë, pra çdo vonesë tutje i shkel të drejtat e qytetarëve tonë. Ndërkohë, një ditë pas zgjedhjes së Rashiq, rrjedhimisht konstituimit të kuvendit, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, me 11 tetor ka mandatuar kryetarin e lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti për formimin e qeverisë së re. Megjithatë, kanë kaluar 10 ditë nga ky afat dhe deri më tani nuk janë bërë publike ndonjë tentative për sigurimin e votave për qeveri. Presidentja Osmani tha se ka ende kohë dhe se nuk do të ngutet të japë supozime se po dështojnë të sigurojnë numrat për votimin e qeverisë së re. Sa i përket përpjekjeve të partive politike, po rikthehem pak te përvoja ime kur kam qenë edhe unë në parti, shumica e këtyre diskutimeve mes partive politike ndodhin prapa dyerve të mbyllura, shpesh herë ju e merrni vesh shumë vonë, madje nganjëherë edhe ne që ishim në parti e merrnim vesh shumë vonë, ju kujtohen disa prej koalicioneve të tilla, pra unë nuk do të sugjeroja që nuk ka përpjekje, sepse vetëm pse ne nuk i dim, nuk do të thotë që ato nuk janë duke ndodhur. Nuk jam e sigurt nëse ka përpjekje, nëse ato janë mjaftueshme, sepse si presidente nuk ndërhyj në diskutimet mes partive politike. Gjatë e para e vendit nënvizoi se nëse lëvizja vendosje si partia e parë nuk arrin të sigurojë shumicën në kuvend dhe më pas dëshmohet se edhe në mundësinë e dytë askush nuk mund ta formojë qeverinë e re, ajo do të vendosë për zgjedhjet e reja në bazë të dispozitave kushtetuese.